Një sipërfaqe bukur e madhe fushave të Arcës u përfshin nga zjarri. Intervenimi në kojë zjarfiksve, autoriteteve dhe vetë qytetarëve bëri që zjarri të vihet nën kontroll dhe që të lokalizohet e më vonë të shuhet tërësisht. Komandanti i njësitit territorial kundër zjarrit në Tetov, Avni Ahmeti, thotë se mbi 5 orë kanë bërë luftë me zjarrin derisa e kanë shuar tërësisht. Sipas tij, më së shpeshti këto lloj zjarre shkaktohen nga vetë faktori njeri i cili u bën apel qytetarëve që të kenë kujdes të shtuar me që në këtë periudhë të thatë zjarri ndizet dhe përhapet shumë shpejt. Parafërsisht, domethënë diku te 5 deri në 6 orë kemi qenë në këtë terren këtu. Gjitha kapacitetet të cilët i ka nën stacioni i të Arcës edhe stacioni i Tetovës, domethënë jemi përfshi gjithë këtu. Gjithashtu edhe në vende tjera kemi pasur zjarre në natyrë të hapur, domethënë gjithandej gjen në Tetovë. Dikun te rreth 10 thirrje për zjarre kemi pas në qendrën tonë. Dihet që faktori njeri është ai kryesori, mirëpo hudhje e gjesendeve, qelçeve në për vend e pa vend, domethënë ajo edhe ato shkaktojnë një zjarr të përmasave të llojit të tillë, që është një katastrofë e madhe dhe normal që do kemi ankesa nga bujqit të ndryshëm të cilët kanë mbjellje në këto anë dhe është dëmtuar e mbjellura e tyre. Kryetari i komunës të Arcës, Daut Memishi, ka paralajmëruar përgjegjësi ligjore për persona që me apo pa dashje shkaktojnë zjarre. Nuk kemi konstatuar, por nga vërejtjet e para, do thotë edhe ekipët e zjarfiksit kur arritën në vend, zjarri vetëm se ishte i përfshirë në 4 pika të ndryshme dhe kjo nuk kupton që ka qenë zjarrvënie me qëllim. Unë do t'ju kisha bërë apel dhe do t'ju kisha lutur miqësisht qytetarëve që të bëjnë kujdes, sidomos në këto muaj të cilët janë apo kjo javë e cila pritet të jetë java më e nxehtë e këtij viti. Do t'i kisha lutur pasi që në gjithë në nivel të shtetit, do thotë edhe në komunat të tjera në Maqedoninë e Veriut, ka zjarre dhe mungojnë ekipe të cilët do duhet të intervenojnë nga ajri. Ne dje kërkuam edhe nga ndërhyrje nga ajri që të intervenojnë në komunën e Arcës, por far profesionalizmit të ekipeve të zjarfiksit që erdhën në ndihmë edhe nga ana e Tetovës, me mjetet të cilët disponojnë, arritëm shumë shpejt të lokalizojmë zjarrin. Gjithashtu vlen theksohet një falënderim ju japim edhe banorëve të cilët dolën në ndihmë me mjetet të cilët posedonin dhe në një afat shumë të shkurtër themi ne, ka qenë diku 4 orë luftë me zjarrin, 4 deri 5 orë dhe arritëm të lokalizojmë. Memishi thotë se ka pasur zjarrvënie të qëllimshme brenda muajit dhe në për disa fshatra të komunës së Arcës, të cilat vepra po hetohen dhe autorët do të përgjigjen para ligjit. Ndryshe intervenimi në 36 raste vetëm nga njësiti të Arcës për brenda një muaji, sipas Memishit, dëmton shumë buxhetin e komunës së Arcës, andaj ka apeluar banorët që të bëjnë kujdes sidomos gjatë punimeve apo zjarreve që ndezin në fusha për të pastruar tokat.